të gatuajmë së bashku, sot me mua është një ndër shefat i cili e ka ndërtuar përvojën e tij në 10 vite. Denis Lushaj, mirëmëngjes, mirë se vjen, kënaqësi që jemi së bashku për të gatuar atë çka është edhe specialiteti yt, do të qëndrojmë tek deti. Po. Tek peshku dhe tek karkalecat. Çfarë ke zgjedhur për ne sot? Atëherë sot kam zgjedhur një brusketë karkalec gorgonzola, gjithashtu edhe një fileto peshku me salcë portokalli. Shumë interesante, të dyja besoj kërkojnë një kohë gatimi mesatare që është 20-30 minuta. 20-25 minuta. Po, duke llogaritur edhe zonjat që na ndjekin edhe besoj kanë edhe më shumë kohë për të përgatitur. Bëjmë edhe avash që ti kuptojnë. Fantastike. Nga e nisim punën Denis, edhe ne mësojmë recetë. Me që është edhe pjata kryesore në çdo tavolinë. Perfekt. Me të nis gjithçka edhe në familjet shqiptare ku duan ndoshta edhe të presin miq edhe të surprizojnë me pjatat. Denis, këngule që në përgatitjen e kësaj recete të kemi kemi zgjedhur pikërisht një bukë integrale. Integrale, po. Përse, apo tek çështja e vlerave, apo jemi tek çështja e vlerave dhe është më e preferuara për brusketa dhe jep më shumë shije. Se mësuar gjithmonë me atë brusketën e zakont të bardhë, po kjo është një përzgjedhje ndoshta edhe për të përqafuar shije që ti ke zgjedhur që është pikërisht karkaleci dhe gorgonzola. Besoj është art më vete të gatuash gjithë produktet e detit? Kuzhina në përgjithësi është një profesion shumë i mirë, po thjesht është një profesion që është shumë i lodhshëm. Është shumë i lodhshëm. Sa orë kalon në kuzhinë Denis për ditë? 12, 13. Edhe ti besoj si shumë shefat të tjerë nuk gatuan në shtëpinë tënde? Jo, asnjëherë. Ndonjë rast i veçantë, po. Po vaktet si ndodh që ti konsumosh apo në punë sipër gjithmonë? Në punë sipër gjithmonë këmbë. Edhe kur vemi në restorant që konsumojmë diçka, shpejt jeni me kur jemi në punë. Po më thuaj të vërtetën, kur ti shkon në një restorant caktuar por nuk e njeh shefin, sa gjukues je për ushqimin që të vjen tavolinë? Në të thënë drejtën duke menduar që edhe unë bëjt njëjtën punë si ata dhe i marr parasysh ato gjëra që mund kenë ata në brendësitë kuzhinës, nuk është që jam shu tipi bezdisur le. Pra nuk i thua kthej pjatën ndonjëherë. As nuk e gjykon. Jo, fare. Gjë shumë e mirë kjo. Tash pasi kemi prerë bukën, e kemi bërë gati për në furr, vazhdojmë me karkalecin edhe me gorgonzolën. Ke zgjedhur karkalecin e ndajmë në 2 pjesë. 200-300 gram karkaleca për të bërë. Do i vendosim të pagatuar në Po, pagatuar sepse përgatitja e kësaj bëhet në furr. Okej. Kjo është një praktikë që mund të ndiqet edhe nga zonjat në shtëpi. Është shumë e thjeshtë, shumë e shijshme. Po, mua po më bën përshtypje Denis se ti nuk e zgjedhur të bësh marinin paraprak me erza, ndoshta për shkak se do ja lësh gjithë punën e shijes gorgonzolës. Gorgonzola ka shijen e vet edhe mos bëjmë përzierje shijes. Pasi kemi vendos karkalecin që kemi prerë, marrim edhe djathin gorgonzola. E presim. Gjithmonë vendosim pak jo shumë që mos rëndohet si shije, që të ndihet edhe shija karkalecit. Se ndodh që duke qenë se kemi të bëjmë me një lloj djathi vërtet të fortë në shije, mund të bëhet mbizotërues edhe mos kemi më aromën edhe shijen e karkalecit. Ky është një kombinim që mund të ndodh vetëm me karkalecin e gorgonzolën apo ne mund të zgjedhim edhe përbërës të tjerë, salmonin ndoshta? Përbërës të tjerë, salmon me avokado, me kalamar të marinuar. Pra, është në varësi të preferencave dhe çfarë kemi në shtëpi, mos harrojmë. Edhe çfarë kemi në shtëpi. Çfarë kanë zonjat për lehtësi. Dhe mund të jetë një pjatë e parë prezantuese shumë e këndshme nëse po prisni miq. Po. Ja themi këtë gjithë zonjave që po na ndjekin. Tani, është koha, do duhet shtuar Denis? Hedhim pak vaj sipër. Okej, atëherë do ndihmoj me vajin ton që është vaj 100% shqiptar nga jugu i Shqipërisë. Është vaj pema. Edhe ti je bujar në përdorimin e vajt, bëhet qefi që kemi një dashamirës të vajt të ullirit ton. Okej. Duke në kaq bukur, kaq thjesht, vetëm 3 përbërës, por është realisht një kompozim shumë i mirë kuzhine ky, art më vete. Denis, çfarë ndodh me të rinjt sot në kuzhinë, nëse mund më tregosh, të ndodh të punosh me talente të reja, sa vullnet dhe dëshirë kanë, edhe kanë durimin që keni patur edhe ju në fillimet tuaja? Tërë fillimet brezit tonë që kemi fillu herë diku tek 10-12 vite më përpara, kanë qenë shumë durshë sepse vështirësitë e veta në çdo punë.
Kurse ky brezi që po vjen tani do direkt sa të vinë punë, shkoj shef. Dhe thotë e bëra. Po nga nis puna në kuzhinë. Pra ne nisim nga se shumë shefa më kanë thënë që nëse ti nuk lan pjatat, nuk do shkosh ndonjëherë tek pozicioni i shefit kuzhinës. Po puna aty nis, nga pjatat, na pastrimi peshkut, organizimi gjithçkaje. Po. Se ka një diferencë midis shefit të kuzhinës edhe kuzhinierit. Për gjithë ata që e dashurojnë këtë profesion, shefi i kuzhinës sigurisht ka për detyrë edhe të bëjë organizimin e punëve në kuzhinë, por gjithashtu edhe për sa i përket ndoshta ndarjes së detyrave, organizimit të përzgjedhjes së produktit, krijimit të menus, pra janë një sër detyrash, nuk lidhen me kuzhinierin vetëm. Po ta mendosh kur vin pjesë stafiri, edhe son shefi i kuzhinës, son që ky ka punën më të lehtë, thjesht do lexoj ca fatura dhe do ndaj punët. Ama është puna më e vështirë, është pjesa përgjithësisht. Është një përgjegjësi vërtet e madhe. Kolegu në krahun tjetër, pjesa e punës si do dali, koha porosive, ka shumë gjëra tjera gjatë rrugës që është në përgjegjësinë tonë, pjesës shefit kuzhinës. Tash e kemi futur brusketën në furrë, e lejmë diku te 10 minuta me 180 gradë. Okej, dhe menjëherë do vijoj me përgatitjen e filetos së levrekut. Levrekut me salcë portokalli. Te levrekun gjithmonë, nga që e përdorim fileto, mundohemi që filetimi të jetë sa më i mirë. Zakonisht është bërë puna shumë e lehtë tani, në momentin që zonjat shkojnë të blejnë peshkun, e kërkojnë të shkruar, të filetuar dhe është gati për të përgatitur, po mirë që procesin dhe teknikën tënde ta marrin për filetim. Pasi kemi ndarë fileton, kujdesim që të heqim edhe pjesën e halave. A ndodh që shefat bëjnë gabime në kuzhinë? Po ndodh. Në puna e tepërt, në stres i gjëra. Është më se normale që dashur pa dashur, të kemi edhe një moment jo të mirë. Shef, si janë shqiptarët në përzgjedhjen e pjatave? Mendon se kemi krijuar tashmë një kulturë për të kuptuar punën që bëjnë shefat me menun? Pra e vlerësojnë, ku kemi kreativitet, ku kemi përzgjedhje të mirë produktesh, ku shkojmë përtej asaj të zakontës që është thjesht një peshk i pjekur. Ndoshta në fillimit e mia nuk u vlerësote kjo gjë, nga kolegët e mi më përpara, por tani këto kohët e fundit ka fillu vlerësohet. Ke parë që edhe klientët e vlerësojnë. Punëzonësit, është bërë një punë që vlerësohet, po prapë se prapë ka ato vështirësitë e veta, që deshe ka ngërçe gjatë. Patjetër. Mua më bëj qefi që shef Denisi është shumë realist në ato çka thotë. Foli për orët e gjata, po flet për ngërçe ndonjëherë që ndodhin komunikime edhe me ata që janë punëdhënës dhe ky është realiteti i një tregu pune në Shqipëri. Kështu që bëjmë mirë si shtemi të mira t'i adresojmë edhe problemet. Po, themi edhe këto. Çdo punë, çdo mirë ka ato shijet e veta. Pasi kemi çiletu levrekun, kemi pastruar edhe nga pjesa e halave, më duhet një pjatë edhe një shtrysëm. Okej. Vazhdo pjesën e punës. Po të ndihmoj më njëherë me pjatën, mos harrojmë që i kemi brusketat në furrë edhe po marrin atë pjekjen e duhur. Dhe sapo ti kemi gati, do t'ja prezantojmë edhe publikut rezultatin, se si duken. Peshkun e marinoj me krip. Krip dhe piper. Edhe fileto e peshkut kërkon pak minuta gatim, shef. Është shumë herë më e lehtë për të realizuar si recetë shpejt në krahasim me recetat e tjera. Marrim portokallin edhe shtrysin lutem. Që do përgatitet me salcë portokalli, në nevojitet lëng portokalli. Por fileton mund ta përgatisim edhe me edhe me shenin e limonit. Po, edhe me verë limon gjithashtu, shumë e përhapur. E lash që moment tiganin minjan. Pasi kemi bërë këto gjërat gati, fillojmë me skuqjen e filetos. Pak vaj në ullirit, digani mund ta vendosë sërish në vend, se ka një temperaturë të lartë. I besojmë produkteve të sezonit, portokalli është i sezonit. Së fundimrit, kështu që e kemi një zgjedhje shumë të mirë tek agrumet, kur flasim gjithmonë për përgatitjen e peshkut. Mund ta quajmë edhe këtë fileto peshku me salcë agrumesh. Është e pranueshme. Është e pranueshme. Ne shikojmë edhe brusketën gjatë kohës që bëhet. Po, edhe sa minuta... Brusketa drejt përfundimit është, 3 minuta. Ju na keni mësuar që karkaleci gjithashtu kërkon pak kohë gatimi. Po, normalisht. Nuk ka nevojë për shumë e shumë minuta. Edhe karkaleci do kohën e vet, çdo gjë
Sepse ka shumë njerëz që janë shumë bezisur që porosisin diçka ta thonë, kur do vi porosia ime. Duhet kuptojnë që do pastrim, larje, ka një sër punimit, detyra që duhen kryer atje pas. Shumë procedura. Pse të ndodhë të kesh gjithkohës edhe klient kështu të paduruar, që mezi e presin pjatën e tyre. Asa duhet. Po si e dallon shef, të ndodhë ndonjëherë të shohësh si duken, a janë të mërzitur, apo presin, apo nuk e kohë ta bësh të kërkesë? Shumica e restoranteve nuk është që kanë shumë kontakt me pjesën e sallës, kuzhina. Ne që janë kuzhinat e mbyllura, edhe pse këto kohët e fundit ka hyrë në modë që kuzhinat janë të hapura. Të hapura, kjo për të treguar se si funksionon gjithçka. Sfiduese, është e bukur, po sfiduese, të rish gjithë kohës. Ai kontakti klient kamarier edhe kamarieri pastaj në kuzhinë që. Po, të ndodh që klient kënaqur të thrasin për të komplimentuar punën. Po, ndodh. Si është ky moment për ty? Po i thon kamarierit, kush e ka bërë këtë lloj gatimi ose kush është shefi i kuzhinës. Duan të njohin. Kërkojnë edhe falenderojnë, ka raste që të lejnë edhe bakshish. Patjetër. Po është stimulues bakshishi në gjithë horekat, në gjithë shërbimin. Është më shumë nga pjesa që ai ka dalë i kënaqur nga puna jote, i ka pëlqyer gjërat që ti ke bërë. Shef, pjata që ti gatuan më me qef, që e ke për zemër, që thua, kjo është pjata ime më e mirë. Atëherë, unë më shumë jam normal të gjitha, pasta, risotto, peshku, gjitha, por më shumë tek pjesa e krudove. Te pjesa e krudove, mendon se aty mund të bësh art më vete. Okej, fantastike. Mirë të shohim se sa minuta do na duhen për të gatuar fileton. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me 2 receta të shpejta në kohë, por shumë interesante dhe delikate në shijet e përzgjedhura. Shefi po na prezanton me brusketën e përgatitur me karkalesë gorgonzola, nga natëve kemi fileton që mund ta quajmë të përgatitur me një salca grumesh, dhe ku ka më mirë, marrim gjithçka më të mirë që kemi në Shqipëri në këtë periudhë, në këtë sezon dhe e sjellim në tryezën tonë, pse jo për të përgatitur ndoshta një tryezë miq. Për të shijuar edhe për të patur mjaftueshëm në pjatën e tyre, mos të tregojemi kursimtar. Kjo është për 2 persona, që e mjaftueshme. Pastaj për më shumë persona, normal duhet shtuar edhe sasia e produktit, siç është buka, karkaleci. Aroma është vërtet shumë e mirë. Ndërkohë, do të shtojmë pak mente. Edhe mente. Dhe kjo e plotson akoma më shumë në aromë. Duke qenë se edhe vaji ullirit të ndihmon shumë në pjesën e shijes, që mendoj që është ideale për çdo shtëpi. Mund ta provoni, është e lehtë, pak minuta do. Edhe nëse u merr dikush në telefon ju thot po vi, për 20 minuta jeni gati për ta surprizuar në mënyrën më të mirë. Duket fantastike. Edhe mënyra se si ti ke zgjedhur që ta prezantosh. Ndërkohë kemi dhe fileton. Për ta përfunduar dhe për ta plotësuar tryezën tonë me shije sot, sepse nuk kemi vetëm një recetë, por me 2 receta. Dhe jemi gati me fileton e levreku. Tash më të gatuar. Ka kaluar pak në tigan, ka marrë edhe ngjyrën e pjekjes. Kalojmë pijat dhe fillojmë me montimin e pijatës. Kemi lënë ende pa përgatitur shef. Edhe pjesën e salsës që do shoqëroj. Cila do jetë salsë portokalli. Okej, dhe bëhemi gati të përgatisim salsën e portokallit, se tham që është fileto peshku me një salsë agrumesh të sezonit. Pasi kemi vendos fileton, fillojmë me përgatitjen e salsës. Marrim pak pana. Na ndihmon pana e gatimit, shoqëruar edhe nga lëngu i portokallit. Sigurisht do shtojmë aromë, mos gabohem, me borzilok, apo e kemi element shtesë në fund, apo dhe në recetë, në recetën e salsës. Shumë interesante. Shefi ka përdorur 2 element shumë të mirë aromatizues, ka përdorur menten tek brusketat edhe borzilokun tek salsa kremoze me portokall. Mos i harrojmë të detaje, se zonja në shtëpinë e tyre borzilokun e kanë gjithmonë, por mund të mbajnë edhe menten e freskët për të shoqëruar këtë recetë gatimi. Pasi është përgatitur salsa, aroma është e jashtëzakonshme. Pra pana, lëng portokalli edhe borzilok. Ka që desh për të bërë një salcë fantastike për fileton e peshkut. Shefi sot me pak ingredient, të cilët duhet ta themi janë dhe një kosto të mesatare, një kosto që produktet që gjenden në shtëpinë tonë, kemi 2 receta shumë kreative dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kemi risi në këtë kënd gatimi. Shef, edhe ta ljerën pak lutem. Patjetër. Hapi i fundit të duhet një nga thikat? Po, përdoro. Faleminderit.
Fantastike. I shtojmë edhe ngjyra pjatës. Po. Dhe kjo është prekja e fundit që i bëhet pjatës nga shefi. Sa herë që ka kreativitet, kur çdo nga ata që do ta shijojë pjatën, e vlerëson dy fish. Pjata është gati, u bëf mirë. Të dyja duken kaq bukur dhe janë kaq të shijshme. Faleminderit shumë shef, ne do t'i provojmë patjetër dhe t'jemi falendërues si na solle dy pjata të reja për këtë kënd gatimi në 7 pa 5. Të mirpresim sërish, të urojmë një punë të mbarë në detyrën tënde, ndërkohë që publikut i themi shihemi nesër në 7 pa 5.